Sot du me fol për diçka që na prek tanve. Trunin, zemrën e shpirtin ton. Jetojmë në një dynja botë ku truni sundon, mendon, planifikon, llogarit çdo hap. Është mrekulli e Zotit fuqiplot, në trun to ka mbi 100 miliardë neurone, këto i lexova tani. Tani i mësova. Mrekullia e Zotit që Allahu ka vendos trunin ton 100 miliardë neurone, që i bie kjo një univers i vogël që rrin kryt ton. Kujton, krijon, e paraftyron botën ton, por poshtë në krahëror rrehet diçka tjetër që quhet dhe ka emrin zemra. Zemra që s'pushon kurr. Zemra që mban gjallë çdo frymë tjetës son. Lexova tani shkenca ka zbulu se edhe zemra ka tru të vetin. Edhe zemra ka tru të vetin, me qindra e mira neurone që ndjejnë, kujtojnë, e flasin gjuhën e ndjenjës. Diku 14 milion neurone ishin në brendësinë e zemrës son. E ma e bukura, zemra krijon një fush drite nuri më të fortë se sa ajo e trunit. Pra zemra nuk është veç një pomë gjaku, por zemra është edhe burim drite e shpirti. Zemra është ajo e cila e ndjen dashnin, mëshirën e besimin. Prandaj, nëse don me gjetë qetësi, çka me bo? Me mësu trunin me dëgju zemrën. Sepse truni llogarit, po zemra e ndjen të vërtetën. Truni planifikon, por zemra udhhiqet, drejtohet prej Zotit krijuesit gjithësisë. Truni kërkon suksese, po zemra kërkon selamet, paqe dhe shpëtim. Allahu Azza wa Jall na kujton në Kur'an: fa innaha la ta'mal absaru, walakin ta'mal qulubu allati fi s-sudur. Allahu Akbar. Ajeti do thot, nuk janë sytë që verbohen, nuk janë sytë që qërohen, por verbohet, qërohet zemrat që janë krahërorin e tyne. Çka do thot kjo? Kjo do thot mundesh me pa me sy, po nëse zemra është e verbët, nuk e shef dritën e Zotit. Pra në zemër zbret dhe vendoset imani, fjala la ilaha illallah. Dritë nur e cila ndriçon keqenjen. Nëse ajo dritë nur ndizet, ndriçohet krejt njeriu. Nëse ajo shuhet, errësohet gjithçka. Mu për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith madhështor: në trup ka një cop mishi. Në trup ka një cop mishi. Nëse ajo është i mirë është krejt trupi. Nëse ajo prishet krejt trupi. Ajo është zemra. Vëllezër dhe motra, Zoti Gjelle Gjelaluhu na ka dhënë trunin për me mendu.
zemrën për me ndje, e shpirtin për me u lidh me Allahun, me Zotin. Kur truni e dëgjon zemrën, e zemra e dëgjon Zotin, atëherë lind paqja, shpëtimi, selameti. Atëherë, lumturia zvjen prej asaj që e ke jashtë. Lumturia vjen prej asaj që e ndin brenda. Çka me bo? Puna është e thjeshtë. Mësoje mendjen me u përkul para urtësisë së zemrës. Mësoje zemrën për me u përkul para Allahut, krijuesit gjithësisë. Kaq kjo. Se veç atëherë truni, zemra e shpirti bashkohen në të njëjtën nur, dritë të vetme. Njeriu veç në këtë mënyrë bëhet i plot, i urtë në mendje, i butë në zemër, e kështu është një shpirt i ndriçum.